1.5 miliard euro do të jetë shifra e cila do të investohet në Rilindja Urbane 2, një projekt masiv në të gjithë vendin i cili ka për synim 11 sektor ku do të ndërhyet, nga krijimi i muzeve lokal, tek parkingjet, transporti publik, ujësjellësit si dhe infrastruktura bujqësore. Për kreun e qeverisë Edi Rama, ndërhyrja është jetike. Projekti vjen pas Rilindjes Urbane, e cila kishte si synim kryesisht infrastrukturën, ndërsa kryeministri bëri një panoram të asaj që ishte si një dështim i vendit tek fytyra e re e Shqipërisë, përfshirë këtu edhe ndryshimet në spitale dhe arsim. Ndërkohë, diversifikimi i portofolit të ofertës tonë është domosdoshmëri për të diversifikuar gjithë përmbajtjen e asaj mase turistësh që janë 12 milion që hynë e që dalin, por flasë për ata që qëndrojnë dhe konsumojnë këtu kohë edhe konsumojnë ofertën tonë. Prandaj, të gjitha këto që u thanë, duhen marë me seriozitet dhe duhen bërë. Muzet e identitetet lokale janë një element. Transporti modern është një element tjetër i domosdoshëm dhe për këtë arsye ne kemi filluar dhe do të hyjmë tashti në një fazë të krijimit të një kompanie të përbashkët mes Fondit Shqiptar Zhvillimit dhe bashkive për të furnizuar bashkitë, duke filluar nga ato që janë me bashkitë që kanë fluksin më të madh të turistëve, me autobus të një gjenerate të re, autobus elektrik, të cilët do duhet të plotësojnë shumë nevoja të rritura, sidomos gjatë sezonit, dhe pastaj hap pas hapi të krijojmë lidhjen rajonale, të krijojmë intermodalitetin. Një tjetër komponent i programit janë parkimet. Nuk mundet më që ne të mos hymë në një fazë komplet të re të ndërtimit të parkimeve në qytete. Nën toksore, mbi toksore, me të gjitha ato formula që u paraqiten këtu dhe programin e kanë plotësisht funksional, besojmë ne. Tjetra është që është e rëndësishme, është gjithçka do të bëjmë me ekonominë në sensin e fuqizimit të subjekteve vendore, nga SHBB-t që po krijohen 33 SHBB nuk janë pak, por duhet kemi më shumë akoma, tek programi për mbështetjen e të gjitha bizneseve të vogla dhe të mesme me garancinë sovrane, programi dyfisho biznesin tënd, që do të lançohet dhe do të hapi dyert e bankave për të gjitha ata që duan financim për të dyfishuar kapacitetet e tyre në të gjithë territorin. Ndër të tjera, kryeministri tha se qëllimi final është lehtësimi i jetës së qytetarëve, ndërsa antarësimi në Bashkimin Evropian kërkon standarde të larta në çdo fushë të jetës. Programi mbështetet mbi 11 objektiva strategjik me fokus tek infrastruktura, turizmi, mjedisi dhe transporti urban. Ndërsa sa i takon transportit, bashkitë pritet të pajisen me flota urbanesh, të cilat do të jenë elektrike, ndërsa do të ndërtohen edhe parkime nën edhe mbi toksore.